Astrid Rahmani apo Tuti, siç e njeh publiku shkodran, dhe tifozët më të vjetër të vllaznisë prej vitesh. Sot në një ditë lamtomire për një ikonë të futbollit shqiptar, legjendën e portës shkodrane, vllazëria shqiptare Paulin Noja. Keqardhje patjetër. Ndodh për ngushëllim e familjes, familjes futbollit shkodran dhe në përgjithësi familjes futbollit shqiptar. Me fol për Paulin Nojen, për gjithë strategët e viteve tia, që sot janë të na ikë një ka një, duhet me fol shumë. Unë kam kënë 9 vjeç kur të porta i to që kam i fëmi, kam pas nerin që kam pas të prit penaltit, që kam pas nerin që kam pas të prit penaltit me besën e kavajs. Paulin Noja një njëri i portës, një njëri i shefit, një njëri i dashamirës, i tifozave, i sportdarësve shkodran dhe familjar i mirë. Ngushëllimet edhe herë thash, Paulin Noja është legjend, pavarësisht se iku, se tanë do t'iku me rrallë, Paulin Noja është legjenda e portës shkodrane, e asaj shqiptare, pavarësisht se ka pas i shkreti fatkeqësina me një ollë zezë, një ashtu si ka pa vesh teshat, kur i shifshim të lujtë në portë, një ashtu i kishte një ollën e zezë, për mos pjesëmarrjen e tij në kombëtarët Shqipërisë. Raportet me tifozët si kishte Paulin Noja? Paulin Noja, të thash edhe herë, udhimi jemi i fundit e atij është në Korçë, kur kena fitu me Korçën, me gol që fitu me 1-0. Është një njeri që i kam pasur udhimin më të bukur me veteranët e sportit që janë sot më. Udhimi më i bukur e Paulin Noja ka dashamirë si më i madh i tifozave. Edhe i dashtën me gjithëkën, robi qeshun, robi qefit, prandaj tanë do t'iku më thash prap i ditë, rëndësi ka që ftyra ti edhe faqebarësia ti e në rëndë gjithë Shkodra, gjithë Shqipënia. Faleminderit Tuti. Faleminderit edhe për te.